Artistin IMI e njoh për një kohë gjatë, mbase një 10 vjet, kështu ju fizikisht nuk jam taku asnjëherë me to, po me punën e tij. Ai atëherë si djalë i ri i bënte disa ndërhyrje artistike, ku e kundërshtonte pushtetin e atëhershëm. Edhe unë si djalë i ri, po besoj edhe ai e kishim një farë zelle për me kundërshtu pushtetin e atëhershëm të Thoçit, të Mustafës, të Abdullah Hotit së fundmi, dhe me pat lënë përshtypje shumë një ndërhyrje e tij artistike pranë gjykatës kushtetuese, kur e bën për qeverinë Hoti, e cila edhe u pat shpall si qeveri antikushtetuese. Tash ky artist, pra IMI, i njëjti, po vazhdon me bën ndërhyrje artistike, por për pushtetin e tanishëm, pra për Kurtin, çka po m'pëlqen shumë, sepse disa prej artistëve, siç e dini, jam bë me pushtetin. Ndërhyrja më e re artistike, Kujdes nga Kurthi, e IMI, është një paralajmërim artistiko-politik në kuadër të kampanjës së artit politik. Metaforikisht, titulli është një lojë gjuhësore dhe semantike mes fjalës Kurthi dhe mbiemrit Kurti, ku shtesa e vetme është shkronja H, simbolizon figurën marionet të Hajrullah Çekut, kandidati të lëvizjes vetëvendosje për kryetar të Prishtinës. Simbolikisht, H shpërfaq hallkën e manipulimit ndërmjet liderit dhe instrumentit të tij politik, mënyrën përmes së cilës regjimet populiste dhe liderët autokrat e mirëmbajnë pushtetin duke e maskuar kontrollin e ndryshimin nëpërmjet mekanizmave të tillë. Metafora e Kurthit merr trajt vizuale alegorike përmes simbolikës konceptuale të qytetarëve si menj, të cilëve përmes populizmit u ofrohet djathi për rënje në kurthin e autokracisë. Djathi konceptualisht bëhet metaforë e propagandës, ndërsa qyteti shndërrohet në një labirint të pushtetit. Prishtina në këndërhyrje artistike trajtohet si betejë kyçe për demokraci në Kosovë, duke rezonuar brenda hartës së autokracisë moderne, ku kapja e kryeqytetit është momentum vendimtar për kapjen e shtetit. Historia politike rajonale na ka treguar se kur regjimet autoritare e marrin kryeqytetin, ato e kapin shtetin, duke kontrolluar imagjinatën kolektive për të krijuar pushtetin absolut. Shembull, në Turqi, Recep Tayyip Erdogan e konsolidoi pushtetin pasi partia e tij e mori kontrollin mbi Ankaran. Por që nga viti 2019 e tregoi edhe të kundërtën. Humbja e Ankaras tronditi seriozisht regjimin e tij. Po ashtu, Viktor Orban në Hungari e forcoi regjimin e tij pas marrjes së kontrollit të plot mbi Budapestin, duke e shndërruar kryeqytetin në qendër të propagandës autokratike njëherët në Serbi. Aleksandar Vučić ka përdorur Beogradin si makineri të propagandës dhe shpërndarjes së klientelizmit politik, duke e kthyer në epicentër të pushtetit vertikal, kurse Edi Rama në Shqipëri e ndërtoi modelin e demokracisë vizuale vetëm pasi e ktheu Tiranën në skenën e imazhit të pushtetit, ku ngjyrat e fasadave edhe sot mbulojnë erozionin e demokracisë. Edhe në Poloni, Kaczyński e përdori Varshavën si arenë për reformimin ideologjik të shtetit, duke instaluar një regjim brutal që ushtrohej me shtypje dhe represion. Madje edhe në Rusi, siç e dini, Vladimir Putin ngriti sistemin e tij të kontrollit përmes mbajtjes së Moskës si laborator të pushtetit total mbi hapësirën publike dhe mediatike. Pse Hajrullah Çeku është veç Kurt i Kurtit? Nëse e keni pa debatin në Pressing, ai flet me edukat, por çka fshihet prapa saj. Ai tazëm i thot përparim Ramës se buxhetin për Prishtinën po e bllokonin duke mos e votuar projekt ligjin për buxhetin, të cilën qeveria e ka dërguar në kuvend. Por çka fshihet prapa kësaj? Në kuvend kjo qeveri nuk mund të dërgoj projekt ligj, sepse ky kuvend nuk e ka zgjedh këtë qeveri. I dyti mashtrim që Hajrullah Çeku e tha me edukat në Pressing, e cilin do ta thot sigurisht edhe sonte në Debat Plus, është çështja e sheshit George Bush. Ai thirrët në një vendim të gjykatës ku thot se e ka fituar çështjen me Prishtinën për sheshin George Bush, por e vërteta është se gjykata ka nxjerrë vetëm një aktvendim për mas të përkohshme ku nuk e ka pranuar propozimin e komunës së Prishtinës për mas të përkohshme, kurse çështja
për aktgjykim meritor, pra se cila kishte të drejta, Ministria e Kulturës e udhëhequr nga Ajrullah Qeku, apo Komuna e Prishtinës e udhëhequr nga Përparim Roma, nuk ka përfunduar në gjykatë, pra ende nuk ka konkluzion të gjykatës për këtë çështje, nuk ka aktgjykim meritor. Por Hajrullah Qeku, kështu me kulturë, me edukat, e paraqet si fitore në gjykatë, çka është e pavërtet. Pra, Hajrullah Qeku edhe në këtë fjalor si djalë i edukuar, flet gjëra që zgjatohen nga lëvizjave të vendosje dhe nga kreu i kësaj lëvizje që është Kurti. Pra, Hajrullah Qeku për Prishtinën mund t'jetë, nëse qytetarët e Prishtinës e zgjedhin si kryetar të tyre, vetëm një kurt i Kurtit, pra e legjitimon autokracinë e Kurtit edhe në kryeqytet.